Për vite me radhë, akuza se media publike hungareze ishte shndruar në një makineri në shërbim të qeverisë Viktor Orban mund të kundërshtoheshin nga pushteti si opinionet të opozitës, interpretimet të gazetarëve kritik apo sulmet të Brukselit. Tani ekziston diçka shumë e vështirë për të relativizuar: dokumentet e njerëzve që punonin brenda sistemit. Një grup gazetarësh dhe redaktorësh të Agjencisë Shtetërore Hungareze të Lajmeve MTI, i quajtur Prodomo, mblodhi për më shumë se 10 vjet korrespondencë, emailë dhe mesazhe të brendshme mbi mënyrën se si prodhoi informacioni. Rezultati është një dosje prej 482 faqesh. Sipas investigimit të Telex, materiali dokumenton raste të lajmeve të bllokuara, artikujve të shkruar me urdhër, materialeve të hequra, përmbajtjeve të manipuluara dhe lajmeve të censuruara apo falsifikuara. Pas ndryshimit politik historik të vit 2026, materiali u dorëzua drejtuesve të rinj të medias publike hungareze dhe është hapur një hetim i brendshëm. Deri tani është bërë publike vetëm një përzgjedhje prej 15 faqesh dhe pikërisht këtu historia bëhet edhe më e madhe. Drejtuesit e rinj të medias publike kanë paralajmëruar se, duke qenë se dokumentacioni është mbledhur kryesisht nga punonjës të sektorit të politikës së jashtme, ajo që është zbuluar mund të jetë vetëm maja e icebergut. Dokumentet e publikuara deri tani përshkruajnë një mekanizëm që shkon përtej paragjykimit editorial tradicional. Nuk bëhet fjalë vetëm për një televizion që favorizon qeverinë apo një gazetar që simpatizon një parti. Në korrespondencat e publikuara shfaqen urdhra konkret. Në një email, punonjësve u kujtohej se direktivat që vinin nga lart duhet të zbatoheshin dhe nuk kishte kuptim të kundërshtoheshin. Në një rast tjetër, sekretari i shtypit i Viktor Orban, Bertalan Havasi, kërkonte publikimin e një lajmi për të cilin kishin përcaktuar paraprakisht edhe titullin edhe hyrjen që duhej të përdorte MTI. Kjo është pika ku kufiri ndërmjet komunikimit qeveritar dhe gazetarisë bëhet pothuajse i padukshëm, sepse një zyrë shtypi ka të drejtë të dërgojë deklarata, një qeveri ka të drejtë të argumentojë politikën e saj, por kur struktura politike përcakton se çfarë duhet të botojë një agjenci publike lajmesh dhe madje mënyrën se si duhet ta formulojë lajmin, nuk kemi më vetëm komunikim politik, kemi ndërhyrje në procesin editorial. Amnesty International, të mos citohet, një nga kapitujt më domethënës të materialit të publikuar nga Telex, mban një titull në vetvete që tregon më shumë për atmosferën brenda redaksisë. Zbatimi i urdhrave ishte i detyrueshëm dhe Amnesty International nuk duhej cituar. Dokumentet sipas Telex tregojnë se ndërhyrjet prekën çështjet publike, ekonomike dhe politik të jashtme. Kjo ka rëndësi sepse MTI nuk ishte thjesht një media mes shumë të tjerave. Një agjenci kombëtare lajmesh është furnizuese e informacioni për pjesën tjetër të ekosistemit mediatik. Nëse informacioni deformohet në burim, deformimi mund të shumëfishohet më pas nga televizionet, radiot, portalet dhe gazetat që e riprodhojnë atë. Në këtë mënyrë kontrolli i një nyjeje qendrore të informacionit mund të jetë shumë më efikas se sa censurimi individual i qindra gazetarëve. Mes dokumenteve gjendet edhe një episod veçanërisht interesant për politikën e jashtme të Hungarisë. Gjatë raportimit mbi bisedimet mes ministrit të jashtëm hungarez, Peter Zjarto, dhe homologut rus Sergej Lavrov, korrespondenti i MTI-s në Moskë mori udhëzim që të mos i drejtonte pyetje Lavrovit. Ish zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Mete Padzolej, i tha Telex se kishte përcjell një kërkesë të palës ruse dhe argumentoi se marrëveshje të tilla mund të ndodhin edhe në vende të tjera, por rasti është domethënës, sepse një gazetar që shkon në një aktivitet diplomatik pa mundësinë për të pyetur, nuk është më plotësisht një reporter që kontrollon pushtetin. Rrezikon të shndërrohet në transmetues të deklaratave të pushtetit. Dhe kjo prek pikërisht funksionin bazë të gazetarisë. Orban nuk e shpiku kontrollin e medias, por ndërtoi një sistem. Dokumentet e reja nuk shfaqen në boshllëk. Për vite me radhë, organizatat ndërkombëtare kishin ngritur alarmin për transformimin e medias hungareze. Reporterët pa kufi e përshkruajnë periudhën 16 vjeçare të qeverisjes Orban si një epokë gjatë së cilës transmetuesi publik u kthye në një makineri propagandistike, ndërsa media private u prek nga blerjet, presioni dhe manovrat ekonomike të aktorëve të lidhur me pushtetin. Sipas RSF, struktura KSMA përfshin rreth 500 media kombëtare dhe lokale, ndërsa organizata vlerëson se rrjeti i ndërtuar gjatë periudhës së Fidesz kontrollonte rreth 80% të peizazhit mediatik hungarez. Hungaria renditet në vendin e 74 në indeksin botëror të lirisë së shtypit 2026 të RSF. Pra 482 faqet e krijojnë nga zero dyshimin për kapjen e medias. Ato i japin atij një dimension të ri, dëshmi nga brenda redaksisë. Koha kur po dalin dokumentet është po aq e rëndësishme se përmbajtja e tyre. Zgjedhjet parlamentare të 12 prillit 2026 përmbysën ekuilibrin politik që kishte dominuar Hungarinë për 16 vite. Partia Tiza
e Peter Magyar fitoi 141 nga 199 mandatet parlamentare pas numërimit përfundimtar, duke siguruar shumicën prej 2/3 dhe duke i dhënë fund epokës Orban. Sot Peter Magyar është kryeministër dhe qeveria e tij ka nisur të çmontojë ose rishikojë struktura të trashëguara nga sistemi i mëparshëm. Kjo shpjegon edhe pse një dokument i mbledhur prej vitesh mund të dalë pikërisht tani. Sistemet e kontrollit të informacionit kanë një karakteristikë të përbashkët. Shumë prej mekanizmave të tyre bëhen plotësisht të dukshëm vetëm pasi pushteti ndryshon. Emailët mbeten, urdhrat mbeten, arkivat mbeten dhe njerëzit që dikur heshnin fillojnë të flasin. Hungaria nuk është Serbia dhe Aleksandar Vučić nuk është Viktor Orban. Strukturat institucionale, pronësia, ngjashmëritë në rezultat meritojnë vëmendje. RSF e rendit Serbinë në vendin e 104 nga 180 vende në indeksin e vitit 2026 dhe e përshkruan peizazhin serb si të kapur mes gazetarisë cilësore nga njëra anë dhe propagandës së lajmeve të rreme nga ana tjetër. Edhe më shqetësues është dimensioni ekonomik. Sipas RSF, një pjesë e madhe e mediave serbe varen nga reklamat dhe subvencionet shtetërore jo transparente, ndërsa qasja në këto burime financiare ndikohet fuqishëm nga elita qeverisëse. Kjo tregon një mekanizëm modern të kontrollit mediatik. Nuk është gjithmonë e nevojshme të telefonosh një gazetari dhe t'i thuash, mos e publiko këtë. Mund të jetë e mjaftueshme të kontrollosh parat. Vučić dhe dominimi i ekranit. Problemi është evidentuar edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar. OSBE Audir në raportin për zgjedhjet parlamentare serbe të dhjetorit 2023 konstatoi se gara u dominua nga përfshirja vendimtare e presidentit Aleksandar Vučić dhe avantazhet sistemike të partisë në pushtet. Mes problemeve të evidentuara ishte dhe anshmëria e medias. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në një vend ku televizioni vazhdon të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në formimin e opinionit publik. Kriza u bë edhe më e dukshme gjatë protestave masive që nisën pas tragjedisë së Novi Sadit. Kritikat ndaj RTS-s, televizionit publik serb, u kthyen në një nga elementet e protestës, ndërsa edhe brenda institucionit pati pakënaqësi për mënyrën e raportimit. Serbia tregon kështu një version tjetër të njëjtit problem demokratik, kur pushteti politik fiton avantazh disproporcional në hapësirën informative. Zgjedhjet mund të zhvillohen formalisht, por qytetarët nuk hyjnë domosdoshmërisht në to me një treg informacioni të barabartë. Po Shqipëria nuk ekziston të paktën publikisht një dosje shqiptare ekuivalente me 482 faqet e MTI-s, që të provojë një sistem identik urdhrash editorial. Prandaj do të ishte e pasaktë të thuaj se Shqipëria është kopja e Hungarisë së Orbanit, por problemet strukturore janë reale dhe janë dokumentuar nga institucione ndërkombëtare. Reporterët pa kufi rendisin Shqipërinë në vendin e 83 nga 180 vende në indeksin e lirisë së shtypit 2026. Organizata thotë se pavarësia e medias shqiptare kërcënohet nga ndërthurja e interesave politike dhe të biznesit, dobësitë e kuadrit ligjor dhe rregullimi partjak. Sipas RSF-s, mediat private me ndikim zotërohen nga një numër i kufizuar kompanish me lidhje në botën politike dhe me interesa në sektore rregullator të fortë nga shteti, përfshirë ndërtimin. Kjo krijon një problem të ndryshëm nga censura tradicionale. Pronari nuk ka nevojë domosdoshmërisht të marrë çdo mëngjes në telefon nga kryeministria. Vetë struktura e interesave ekonomike mund të prodhojë autocensurë. Zgjedhjet shqiptare të vitit 2025 dhanë një tjetër sinjal alarmi. Në raportin përfundimtar, OSBE Audir rekomandoi shprehimisht që materialet filmike të prodhuara nga partitë politike dhe qeveria të identifikohen si reklam politike dhe të ndalohen në edicionet informative dhe programet editoriale. Ky rekomandim nuk është një detaj teknik. Ai prek një nga problemet më delikate të gazetarisë moderne shqiptare, kufirin mes materialit të prodhuar nga pushteti dhe lajmit të prodhuar nga gazetari. Nëse një institucion prodhon pamjet, zgjedh këndin, përcakton çfarë fshihet dhe më pas materiali transmetohet si informacion gazetaresk, publiku mund të marrë produktin e komunikimit politik të paketuar si lajm. Është pikërisht këtu që krahasimi mes Hungarisë bëhet më interesant, jo sepse mekanizmat janë domosdoshmërisht të njëjtë, por sepse pyetja është e njëjtë. Kush e prodhon informacionin që qytetari mendon se po e merr nga media? 3 vende, 3 mekanizma. Hungaria e Orbanit na jep shembullin më të dokumentuar: centralizim të fuqishëm të ekosistemit mediatik, media publike të politizuara dhe tashmë dokumente të brendshme që tregojnë ndërhyrje konkrete në përmbajtjen editoriale. Serbia tregon një sistem ku dominimi politik në televizione, financimi shtetëror dhe fuqia e mediave proqeveritare krijojnë një avantazh të madh informativ për pushtetin. Shqipëria paraqet një strukturë më hibride, pluralizëm formal dhe një numër të madh mediash, por pronësi të përqendruar, ndërthurje interesash biznes politik, presion politik dhe përdorim problematik të materialeve të prodhuara nga aktorët politik. Metodat ndryshojnë, efekti potencial është i ngjashëm, dobësimi i distancës që duhet të ekzistojë mes pushtetit dhe gazetarisë. Censura moderne nuk ka gjithmonë nevojë për një censor. Kjo është ndoshta dhe mësimi më i rëndësishëm i 482 faqeve hungareze. Në shekullin e 19, kontrolli i medias rrallë funksionon si në regjimet e vjetra, me një zyrtar që vendos vulën ndalohet mbi një artikull. Sistemi mund të jetë
shumë më elegant, kontrollo drejtuesit e medias publike, ndërto një ekosistem pronarësh ekonomikisht të varur, shpërndaj reklamën shtetërore në mënyrën selektive, kufizo aksesin e gazetarëve kritik, prodho video dhe deklarata që televizionet mund t'i transmetojnë, mbush hapësirën informative me mesazhin e qeverisë dhe mbi të gjitha krijo tek gazetari bindjen se ekzistojnë tema, njerëz dhe pyetje që është më mirë të mos preken. Në ato moment, censori nuk ka më nevojë të jetë fizikisht në redaksi. Ai është futur në procesin editorial, por ekziston edhe një paralajmërim për qeverinë e re hungareze. Historia nuk duhet lexuar vetëm si akt akuz ndaj Orbanit. Peter Magyar dhe qeveria e re kanë tashmë një përgjegjësi edhe më të madhe. TISA kontrollon një shumicë kushtetuese prej 2/3. Kjo jep mundësi të jashtëzakonshme për të reformuar institucionet e ndërtuara gjatë 16 viteve të Orbanit, por një shumicë kaq e madhe mbart gjithashtu një rrezik. Çmontimi i një makinerie propagande nuk duhet të përfundojë me ndërtimin e një makinerie të re propagande me ngjyra të tjera politike. Media publike nuk duhet të kalojë nga kontrolli i Fidesz te kontrolli i TISA-s, duhet të kalojë nga kontrolli politik te pavarësia institucionale. Ky do të jetë rasti real i tranzicionit hungarez, sepse demokracia nuk matet me faktin se kush kontrollon mikrofonin, matet me faktin nëse askush nuk e kontrollon atë politikisht. Pikërisht për këtë arsye dosja e MTI-s nuk është thjesht një histori hungareze. Ajo është një paralajmërim për çdo demokraci ku politika përpiqet të zvoglojë hapësirën mes qeverisë dhe gazetarisë. Sot Hungaria ka një dokument, nesër një vend tjetër mund të ketë emailët, mesazhet, regjistrimet apo dëshmitë e veta. Pyetja që është shtruar në Shqipëri nuk është nëse Tirana është si Budapesti apo Edi Rama është si Viktor Orban. Kjo do të ishte një krahasim i thjeshtëzuar. Pyetja serioze është: a janë redaksit shqiptare mjaftueshëm të pavarura ekonomikisht dhe politikisht që t'i thonë jo pushtetit kur interesi publik e kërkon? Nëse përgjigjja nuk është po, e pakushtëzuar, atëherë 482 faqet e Budapestit duhet të lexohen më shumë vëmendje edhe në Tiranë, sepse Hungaria po tregon sot diçka që zakonisht kuptohet shumë vonë. Kapja e medias nuk ndodh domosdoshmërisht brenda një nate. Ajo ndërtohet gradualisht. Një ndërhyrje sot, një gazetar që hesht nesër, një pronar që ka interesa për të mbrojtur, një televizion publik që humbet distancën nga qeveria, një material propagandistik që transmetohet si lajm, dhe pas disa vitesh, qytetari mund të ketë ende 10 kanale televizive për të zgjedhur, por shumë pak burime vërtet të pavarura informacioni. Hungarezëve ju deshën 482 faqe për të filluar të shihnin nga brenda se si funksiononte sistemi. Shqipëria nuk ka pse të pres dosjen e vet.